Andon të përshëndes, si po ecën procesi i ndarjeve të materialeve zgjedhore në qendrat e votimit? Po, procesi i shpërndarjes së materialeve zgjedhore këtu në KZ numër 36 e vendosur në shkollën nëntëvjeçare Vasil Shanto, po ecën me ritme të shpejta, siç e shohim në fakt materialet janë zhvendosur tashmë nga palestra në oborin e shkollës nëntëvjeçare, e cila pas shumë kohësh nuk po pret më nxënës, po pret materiale zgjedhore dhe administratë zgjedhore. Siç e shohim ende ka materiale të pashpërndara, shohim se pas shpinësime ka kuti me flet votimi apo kartona për dhomat e fsheta të votimit se dhe aparaturat për identifikimin elektronik. Pasi kjo KZ numër 36 përmbledh 96 qendra votimi në njësi numër 5 dhe në total kjo KZ numër 36 përmbledh 69.632 qytetarë me të drejtë vote vetëm në njësi numër 5. Është njësia më e madhe me popullsim më të madhe në kryeqytet. Kjo KZ është e treta sa i përket qytetarëve me drejtë vote, më të mëdha janë ajo e shkollës 1 Maj dhe ajo e Kasharit, por ato përmbledhin edhe institut të tjera, ndaj dhe shkolla nëntëvjeçare Vasil Shanto, e cila përmbledh edhe njësi numër 5, është edhe më e madhja, ndaj dhe shpesh tradicionalisht mbyllet dhe e fundit sa i përket numërimit të votave. Është gjithçka gati edhe në sallën e palestrës së shkollës Vasil Shanto, edhe si materialet për procesin e numërimit të votave, ndërsa vetë kjo shkollë shërben si, le ta themi, për 7 qendra votimi në Tiranë nga 96 që ka njësia numër 5. Por ka një problematik këtu sa i përket shpërndarjes të materialeve zgjedhore dhe madje edhe administrata zgjedhore po përpiqet ta zgjidhë këtë situatë, qoftë edhe me shërbim taksi. Andon Kello, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë.